Një zjarr ka përfshirë një shtëpi private në qendër të Elbasanit duke shkaktuar alarm tek banorët e zonës. Ngjarja u regjistrua mëngjesin e së martës rreth orës 08:05 në zonën e njohur si Kryqëzimi i 1 Majit. Sipas informacioneve paraprake, flakët shpërthyen brenda një banese të pabanuar, duke u përhapur me shpejtësi në ambientet e brendshme. Menjëherë pas njoftimit, në vend ngjarje mbërritën forcat zjarfikse, të cilat ndërhyen me shpejtësi dhe arritën të izolojnë zjarrin, duke shmangur përhapjen e tij në banesat përreth. Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar. Paraprakisht, dyshohet se zjarri mund të jetë i qëllimshëm, por nuk përjashtohet edhe mundësia që ai të jetë shkaktuar aksidentalisht nga persona që përdorin ambiente të braktisura për konsum të lëndëve narkotike. Ndërkohë, policia ka nisur hetimet për të zbardhur plotësisht shkaqet dhe rrethanat e kësaj ngjarjeje, ndërsa mbetet për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me një akt të qëllimshëm apo një incident aksidental.